Nëse hani sheg, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Shega me të vërtet mund të mburet për përfitimet e saj që u jep njerëzve, të cilat janë në të panumërta dhe mund të konsiderohet si një nga frutat më të dobishëm në botë. Sipas ekspertëve, përfshirja e shegës në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në përfitimet e trupit dhe gjithashtu në parandalimin e njësër komplikacionesh. Shega është ndër frutat që me lëngun e saj mund të lehtësojë disa lloje të komplikacioneve. Është e njohur për vlerat ushqyese dhe shëruese, prandaj sugjerohet të konsumohet në mënyrë të rregullt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Shumë studime kanë vërtetuar se është një nga lëngjet më shërues dhe një frut shumë i mirë si për shëndetin kardiovaskular, nervor, gjithashtu edhe atë kockor. Në këtë video, sipas Elthisaj, do të rendisim disa nga vetitë më të mira të përfshirjes së shegës në dietën tuaj. Ajo ka element antioksidues dhe shërben si antiplake. Shega është me të vërtetë e pasur me antioksidanë, substanca të afta për të përballur me radikalet e lira përgjegjëse për plakjen qelizore. Në veçanti është një burim i flavonoideve që ndihmojnë trupin të mbetet i shëndetshëm dhe të parandalojë plakjen e parakohshme. Shega është një burim i mirë i disa vitaminave, veçanërisht ato të grupit A, vitamina C, vitamina E dhe vitamina B. E pasur me kripra minerale, shega përmban elementë të rëndësishëm si mangani, kaliumi, zinku, bakri dhe fosfori. Ajo është e dobishme edhe për sistemin imunitar. Në vjesht, përmbajtja e saj e vitaminave të çmuara, sidomos vitamina C, është një substancë e pranishme të frutit që ndihmon në parandalimin e disa problemeve sezonale dhe forcon trupin dhe ndihmon sistemin imunitar të funksionojë si duhet. Shega ka veti antibakteriale dhe antivirale. Ajo ka aftësinë të kundërvijë veprimeve të viruseve dhe bakterieve, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e shëndetshme të organizmit. Shega është e mirë kundër kolesterolit dhe presionit të lartë të gjakut. Ky frut i ngrënë në një farë qëndrueshmërie ndihmon për të mbajtur nën kontroll nivelet e kolesterolit dhe për të ulur presionin e gjakut, veçanërisht kur rritja e tij është për shkak të shkaqeve të ushqimit. Ajo forcon zorrën dhe ndihmon stomakun. Një studim i fundit ka identifikuar një molekulë te fruti i shegës që forcon barierën e zorrëve dhe lufton sëmundje të tilla si koliti dhe Crohn. Konsumi i këtij fruti gjithashtu promovon tretjen dhe ndihmon edhe në rastin e patretshmërisë. Shega është një frut i mirë edhe për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i këtij fruti ka treguar dobit për mirëqenien e trurit, përmirëson kujtesën dhe mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve degenerative. Disa studime kanë treguar për fuqitë antiinflamatore të shegës, falë substancave të dobishme në fakt, veçanërisht flavonos, acideve yndyrore të konjuguara, fenilopropodineve dhe acideve të ndryshme të fuqishme të shega. Ato ndihmojnë në parandalimin e disa llojeve të radikaleve të lira, si ato të gjirit dhe të prostatës. Shegët janë të mira për kockat edhe në luftën kundër artritit. Shegët kontribojnë në shëndetin e kockave duke ruajtur funksionin e saj dhe duke forcuar kockat. Për më tepër, duke pasur parasysh fuqinë e tij antiinflamatore, mund të ndihmojnë ata që vuajnë nga artriti dhe artroza. Shegët do të kenë ndikime pozitive edhe në shëndetin e veshkave. Shkenca ka nxjerrë në pa efektet e ekstraktit të shegës për t'i mbajtur veshkat më të mbrojtura kundër infeksioneve të cilët prekin këtë organ. Gjithashtu, shega është një produkt i mirë i cili parandalon humbjen e masës dhe forcon muskujt. Studimet kanë zbuluar se urolotina, një substancë që prodhohet nga mikrobioma e zorëve pas konsumit të lëngut të shegës, është në gjendje të përmirësojë shëndetin e muskujve dhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Shega është po ashtu e mbushur me vitamina C dhe konsiderohet si një kuruese kundër proceseve inflamatore, ndërsa është një burim i shkëlqyer i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale dhe flavonoideve. Për ngritjen e imunitetit dhe parandalimin e çrregullimeve të shëndetit, ekspertët rekomandojnë konsumin e 250 ml lëng shege të shtrydhur në ditë. Acidet yndyrore që përmban lëngu i shegës reduktojnë entjen dhe dhimbjen e muskujve. Lëngu i shegës lufton infarktin për këto sëmundje.
si për problemet e stomakut, të zorëve, dhimbjet e barkut, entjen e bajameve, gjithashtu dhe acarimin e mishrave të dhëmbëve. Të mirat që i vinë konsumit tuaj të përditshëm të organizmit nga vlerat e shegës kanë aftësinë të mbrojnë shëndetin dhe të parandalojnë gjithashtu edhe një sër problemesh të ndryshme. Efektet e shegës dhe përfitimet për trupin janë cituar gjithashtu edhe në librat e shenjtë. Gjithashtu shega është një produkt i cili do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë shega është në listën e ushqimeve më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja. Kështu, vlerat që ky frut do t'jap trupit tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shega i përbëhet tërësisht reputacionit të saj sepse si frut nuk ka të sharë dhe arrin të parandalojë gjithashtu dhe të lehtësojë një sër komplikacionesh, ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt sigurisht që do t'jap trupit tuaj shumë element ushqyes të rëndësishëm në parandalimin e një sër komplikacionesh. Shega është shumë e mirë për shëndetin dhe konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt do të ndikojë pozitivisht në një sër efektesh pozitive. Shega është plot me antioksidues të vlefshëm ushqyes si taninet, flavonoidet, antocianinet dhe elemente të tjerë fenolik për mbrojtjen e shëndetit. Kështu vlerat që do të ofrojë ky element ushqyes në trupin tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira për shëndetin. Ulëntimet kanë treguar se komponentët që gjenden te shega mund të mbrojnë kundër disa kushteve të shëndetit dhe problemeve të caktuara të metabolizmit. Dietologët kanë veçuar disa nga përfitimet kryesore të shegës për shëndetin tonë. Ajo është e shkëlqyer për shëndetin e zorëve. Një nga funksionet më të rëndësishme të shegës është fakti se efekti i saj në mikrobiomën e zorëve dhe përdorimi i mundshëm i saj në planin afatgjat mund të ofrojë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Përveç kësaj, shegët kontribojnë gjithashtu edhe fal elementit flavonoid që përmbajnë në përmirësimin e dietës suaj të përgjithshme. Antocianinat që gjenden te shega kanë një rol të mirë edhe në komponentët ushqyes funksional të cilët do t'japin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në komplikacionet e tij. Pigmentet bimore të tretshme që gjenden te shega do t'japin element të lartë ushqyes, ndaj ekspertët këshillojnë konsumin e saj në mënyrë të rregullt për të ofruar përfitime për shëndetin dhe për të mbajtur larg gjithashtu komplikacionet e tij. Lëngu i shegës është i pasur me antioksidant të shkëlqyer. Sipas ulëntimeve, potenciali antioksidues i lëngut të shegës është më i madh se i verës së kuqe ose gjithashtu edhe të çajit jeshil. Kjo është një arsye kryesore pse lëngu i shegës është një pije e preferuar për mijëra njerëz dhe gjithashtu mund të japë rezultate fantastike në përfitimin e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shega do të ofrojë edhe element ushqyes në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Konsumi i saj është një aleat i fuqishëm kundër inflamacioneve. Shega përmban një element të mirë antioksidues, veçanërisht të tanineve, antioksidantëve të cilët përmbajnë vitaminën C, të cilat ndihmojnë uljen e inflamacioneve në trup. Nëse keni një gjendje inflamatore ose ndjeheni të fryrë, shega mund të veprojë pozitivisht në këtë aspekt dhe të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Shega do të mbrojë gjithashtu edhe vlerat më të mira të shëndetit tuaj kardiovaskular. Studimet e fundit kanë treguar se shega mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Substancat e tyre antioksiduese luftojnë edhe oksidimin LDL ose kolesterolin e keq. Dhe shegët mund të ofrojnë përfitime të mira për shëndetin e zemrës. Shegët janë të mira për forcimin e imunitetit, rregullimin e presionit të gjakut, gjithashtu janë të mira kundër plakjes dhe shëndetit më të mirë të lëkurës. Ndaj konsumi i tyre brenda normës gjatë periudhës së sezonit do të jetë një mundësi e shtuar për mbrojtjen e organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.